Problemi me kufizimin e qëndrimit të shoferëve në zonën Schengen ose sistemi i ashtu quajtur EES do të shkaktoj kolaps serioz që do të ndikojë në furnizimin e vendit ton dhe do të ndikojë gjithashtu në ekonomi. Këtë çështje e hapi deputeti i LSDM-s Mitko Trajculevski në seancën për pyetje opozitare, duke kërkuar përgjigje nga ministri i transportit Aleksandar Nikoloski për atë se çka do të ndërmerr për të zgjidhur këtë problem. Në të njëjtën kohë shtoi ai për shkak se transportuesit nuk do të mund të dorëzojnë mallra, ata mund të humbin punën e tyre dhe të kërkojnë zgjidhje duke punuar në vende tjera. Të prekinuanje со колапс на овие синџири на снабдување, ние ќе дојдеме до ситуација да имаме недостаток на прехранбени производи, на основни потрепштини во нашите маркети, недостаток на лекови во нашите аптеки, недостаток на репроматеријали за нашите фабрики и компании, што ќе значи сериозно погодување на нашата економија. Која е стратегијата на владата, кои се чекори преземени, ако се воопшто некакви чекори преземени, и која е прогнозата за решавање на ова прашање. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikoloski tha se bëhet fjalë për një problem të vërtet serioz, për të cilin është diskutuar me Bashkimin Evropian, por se ата nuk kanë treguar mirë kuptim. Формалниот одговор кој што пред некој ден го даде и портпаролот на Европската комисија, со кој што не се слагам, е дека нема разлика помеѓу она што до сега биле правила и новите правила, затоа што според него и според досегашните правила еден патник може да остане до 90 дена во рамки на 180 дена во Шенген зоните и дека истото останува и сега. Формално тоа е точно, практично не е точно. Од причина што превозниците не се туристи. Në seancën e sotme parlamentare u ngritet edhe çështja e mungesës së barnave për hemofili. Jovana Mojsovska nga Levica pyeti se si Ministria e Shëndetësisë e lejon që të sëmurit të mbeten pa terapinë e nevojshme. Në vend të ministrit përgjigjen e dha zëvendësi i tij Jovica Andovski, i cili tha se furnizuesi nuk ka mundur t'i dorëzojë barnat, por është gjetur një bar zëvendësues që u ofrohet pacientëve.